Nuk e di nëse pe videon e Bakiut që kap në anije mendima në Gaza nga ushtria izraelite, por kam një pyetje. A thu Bakiu duke ishte hyrë në atë anije nëse në Gaza do ishin duke vdekur të krishterë? Pyetje e vështirë në fakt, por po e bëj edhe më personale për ty. Po ti, a do kishe reaguar njësoj? Sepse kjo historia e anijes dhe gjithë luftës në Gaza në fakt ka zbulu diçka që është shumë më e madhe se sa politika apo lufta. Zbuloj se sa të kushtëzuar e kemi humanizmin ne si njerëz. Ky incident fakt zbuloi diçka të frikshme edhe për ne si shqiptar. Humanizmi ynë funksionon me përzgjedhje dhe kjo duke qartë fakt kur viktima është muslimane reagojnë musliman. Kur viktima është e krishterë reagojnë krishterët. Kur viktima nuk është e jona, thjesht heshti. Por ky nuk është humanizëm. Mos ta gënjejmë veten kot, pak humanizmi yt vlen vetëm nëse të dhimbset ai që nuk lutet si ti, ai që ndoshta as nuk të ka qef. Ndryshe ti po bën thjesht një tifozllëk fetar. Dhe kjo nuk është dëmshuri, është thjesht solidaritet tribal në emër të fesë. Prandaj Jezusi tregoi historinë e Samaritanit të mirë. Njeriu që ndaloi për të ndihmuar nuk ishte nga grupi i duhur, ishte pikërisht ai që konsiderohej armik, sepse dashuria reale në fakt nuk provohet vetëm tek njerëzit që janë si ti, por tek ata që nuk janë si ti. Ndaj pyetja nuk është a është Bakiu humanist. Pyetja është a je ti humanist. Shkruaj më poshtë. Sot Bikoft.